Kryeministra italiane Giorgia Meloni do të testojë aftësinë e saj si një ulëse midis BE-s dhe Shteteve të Bashkuara kur do të takohet me presidenti Donald Trump në shtëpinë e Bardhë sot. Ai do të jetë liderja e parë evropiane që do të takohet ballë për ballë me Trumpin që kur ai shpalli dhe më pas pezulloi tarifat prej 20% për eksportet evropiane. Meloni siguroi takimin në një pikë kritike të luftës tregtare si lideri i Italisë, një farë kuptimi ajo është quajtur dhe kalorëse për të përfaqësuar Bashkimin Evropian. Ajo ka qenë në kontakt të ngushtë me presidentin e Komisionit të BE-s, Ursula von der Leyen, përpara udhëtimit dhe afrimi është i koordinuar ngushtë, tha një zëdhënëse e Komisionit të javë. Ne dim se jemi në një moment të vështirë, tha Meloni këtë javë në Rom. Sigurisht jam e vetëdijshme se çfarë përfaqësohet dhe çfarë po mbrojë. Bashkimi Evropian po mbron atë që quhen marrëdhënien më të rëndësishme tregtare në botë me tregtim vjetore që arrin 1.6 trilion euro. Negociatat tregtare bien nën autoritetin e Komisionit Evropian, i cili po shtyn për një marrëveshje tarifore 0-0 me Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, zyrtarët e administratës Trump në bisedime me BE-n ende nuk kanë treguar publikisht shenjat e heqjes dorë ndaj këmbënguljes së Trumpit që të vendosë një tarif bazë për 10% për të gjitha importet e huaje. Ai ndaloi për 90 ditë një rritje hakmarrëse me 20%.